Të dhënat demografike të publikuara nga Instat tregojnë se popullsia e Shqipërisë po vjen të përballet me tkurrje si pasojë e numrit më të lartë të vdekjeve krahasuar me lindjet gjatë 3 mujorit të parë të vitit. Sipas statistikave zyrtare janë regjistruar 5146 lindje dhe 5514 vdekje, duke krijuar një shtesë natyrore negative për 368 personash. Kjo tregon një prirje të vazhdueshme të rënjës së ritmit natyror të rritjes së popullsisë. Tirana rezulton qarku me numrin më të lartë të lindjeve, ndërsa Gjirokastra mban shifrën më të ulët, duke reflektuar diferenca të theksuara mes rajoneve të vendit. Të dhënat tregojnë gjithashtu se 11 qarqe që kanë shënuar rënje të lindjeve më të theksuara në qarkun e Dibrës, ku ulja arrin në rreth 40%. Për gjithë vitin 2025, Instat raporton një balancë të ngushtë mes lindjeve dhe vdekjeve, me një epërsi të lehtë të lindjeve në nivel kombëtar, por me prirje të qarta ndrejt kushtimit të këtij diferencimi. Sipas gazetarëve dhe analizave të publikuara, këto tregues konsiderohen alarmues për zhvillimet demografike të vendit në vitet e ardhshme, duke sinjalizuar sfida për tregun e punës dhe strukturën sociale të popullsisë.